Futbollisti i premtues, 14 vjeçari vdes tragjikisht pasi përplaset nga treni. Banorët kishin kërkuar. Një 14 vjeçar humbi jetën tragjikisht pasi u përplas nga një tren teksa ndodhej mbi shina. Josh Travis, një portier i akademisë së Nottingham Forest, vdiq të mërkurë në mbrëmje pasi u godit nga treni. I kalimi hekurudhor ka qenë subjekt i ankesave për vite me radhë dhe se duhet të mbyllet për shkak të frikës nga pasiguria. Dhe vetëm 24 orë përpara se Joshua të vdiste tragjikisht duke kaluar shinat, drejtuesit e hekurudhave kishin kërkuar që ajo të mbyllej. Një njoftim në vendin e tragjedisë zbulon se Network Rail i kërkoi këshillit të qarkut të Nottingham për ta mbyllur atë për arsye sigurie për shkak të keq përdorimit të kalimit me disa aksidente të tjera. Nuk ka drita paralajmëruese ose alarme për këmbësorët dhe duhet të vendosin vetë nëse duhet të kalojnë apo jo. Nuk janë të sigurt. Shtegu i ngarkuar për këmbësorët kalon linjën e cila sheh rreth 70 trena të kalojnë çdo ditë me shpejtësi të lartë. Për këtë arsye ka qenë subjekt i thirrjeve të përsëritura për ta mbyllur atë. E fundit mbante datën 25 nëntor, një ditë para se të vdiste Josh. Ata që jetonin aty pranë treguan se si në këtë vend kalim kishin ndodhur 10 aksidente të tjera vitet e fundit, përfshirë një që përfshinte yllin e Gavin Nunn Stacy, Matt Horn, i cili u përplas nga një tren vitin 2018 dhe pësoi një dëmtim në krah.